Problemet e diasporës këtu janë më teknike, nuk janë fort politike. Problemet në treva shqiptare janë tërësisht 80% politike, sepse e kanë kthyer aty vetëm politik, japin mediat, njerëzit, atë shesin, nuk shesin, atë prodhojnë, atë shesin. Si do të jetë, sepse ju jeni apolitik, si shoqat, si do të ndikoni në një vend politik? Ne jemi momentalisht apolitik në këtë status në cilin jemi. Dhe do të them diçka Adi do ta sqaroj më tepër. Një aktivitet shumë të rëndësishëm që ne kemi ndërmarrë është hapja e një konsullate shqiptare në qytetin e Detroitit. Po ajo që po them është kjo. Këtij komuniteti që është këtu, patjetër i duhet një institucion, një konsullat shqiptar me drejta të plota. Ne kemi një konsul shqiptar këtu që është konsul Nderi, por ne po kërkojmë dhe me respektojmë, por ne po kërkojmë që këtu të i hapet një zyrë shqiptare që të gjithë komuniteti që është këtu. Dhe e kemi shpallur si program, e shpallëm ke shpallja jonë, gjithë komuniteti që është këtu të ketë akses të lehtë për të marrë dokumente, për të marrë pasaporta dhe për të marrë çdo gjë tjetër që duhet. Meqense më bëjmë pyetje politike. Në zgjedhjet e kaluara në Shqipëri votuan rreth 25.000 shqiptar. Në gjithë Amerikën e Veriut. E vetmja 25.000 shqiptar. Tani llogaritë 2%. Në gjithë Amerikën e Veriut. E vetmja zyrë konsullore në gjithë Amerikën e Veriut gjendet në qytetin e New Yorkut. Tani prindrit tanë po marr familje, po marr maman time, që është në moshë, unë nuk do ikë të çoj maman, është qytetare amerikane, ta çoj maman time në New York që të marrë pasaportën në mënyrë që ajo të ketë dëshirën që të shprehë vullnetin për na dheun e saj. Kështu që kjo përkraje këtu dhe duke i shërbyer komunitetit, jo vetëm komunitetit në shtetin e Michiganit, në Illinois, Ohio, Missouri, gjithë Midwesti, në Ontario në jug perëndimore. Ontario është provinca më e madhe në Kanada. Këto qytete e London që quhet dhe Windsor kanë popullsi të mjaftueshme, të konsiderueshme shqiptare. Edhe atyre nuk duhet të shkojnë në Ottawa ose të shkojnë në New York City për ta bërë këtë. Për të kuptuar mirë me shikuesit që na ndjekin, zoti Beçka është shoqata juaj nuk ka karakter politik, nuk merren me partit, por ju merren me problemet që kanë populli, shteti, vendlindja, hallet, siç është rasti konkret dhe to merrni edhe në të ardhmen, sepse ju mund merrni, azhënojni për zgjedhjet, nëse nuk janë ato të mira demokratike, se s'është diçka politike. Apo patjetër, siç e përmendët edhe ju, këtu ne nuk jemi politik, jemi apolitik, jemi shoqat për të lidhur komunitetin dhe ne na ka treguar historia që shqiptarët bëjnë mirë individualisht. Individualisht ne e kemi treguar në Amerikë që në çdo biznese në shqiptarët shkëlqejnë, si në biznese të ndryshme edhe në shkenca ose në akademi, në mjekësi, në arsim, në arkitektur, në biznese të ndryshme të siguracionit dhe qëllimi janë kryesor është që në këtë forcë të sinergji që kemi ta bashkojmë. Historia na ka treguar që shqiptarët bëjnë shumë mirë kur mblidhen, por e kemi pak vështirë. Dhe ky është një nga ato sekretet që ne po mundohemi ta gjejmë që t'i mbledhin shqiptarët bashkë. Ne vërtet nuk kemi politik për momentin, por zëri jon bëhet shumë i fuqishëm politikisht, kur ne kemi mundësi bashkë të vendosim për çfarë ndodh këtu dhe çfarë ndodh në Shqipëri. Në qoftë se zëri jon ndihet, në Shqipëri ne mund ta drejtojmë rrugën e drejtë të politikës shqiptare ose ta mundohemi ta fusim në linjat, në shqinjat e duhura. 30 ca vjet demokraci në Shqipëri, ne besoj se të gjithë nuk se jemi shumë të lumtur. Mund ta them me shumë keqare të madhe që jemi të zhgënjur. Dhe mendoj që në Shqipëri ka njerëz shumë të mirë, intelektual, të ndershëm, por politika është shumë e ngarkuar, është shumë e lidhur. Ne duke qëndruar jashtë Shqipërisë, por me zemra atje, ne shikojmë më me ftohtësi. Dhe përditshmëria jonë nuk është e lidhur me politikën. Dhe kjo na bën që mendimi jon ose sugjerimi jon të jetë i ftohtë dhe të jetë duke marrë përvojën që kemi marrë në Amerikë, ne ta kanalizojmë forcën dhe politikën
në mënyrë intelektuale, në mënyrë thjesht si një votues i edukuar dhe futur dhe eksperiencën që kemi marrë nga Amerika, që të tetojmë shtetin të shkojë në rrugën e duhur. Kjo është një lidhje me politikën, duke qëndruar apolitik. Dhe për këtë ne kemi menduar që konsulata, shteti nuk është vetëm për të drejtuar. Shteti, siç e kemi projektuar në Amerikë, shteti është për të shërbyer njerëzve. Një komunitet i madh që jemi këtu, shteti jonë nuk ka asnjë lloj përfaqësimi. Konsulata është një detyrë që shteti shqiptar ja ka këtij komuniteti, sepse ne kontribojmë intelektualisht, financiarisht për atë komp dhe shteti nuk na sjell asgjë mbrapa. Domthonë kjo ishte një nga ato pikësunime që ne nisëm me një datë shumë historike, që është ngritja e flamurit, që e bëm për të parë në qytetin e Westlandit, dhe aty ne nisëm marrjen e firmave për të çdo njeriu që shteti shqiptar ta kuptojë që ky zë këtu ka një zë të fuqishëm, ka nevojë për një, siç e përmendi dhe Altini. Unë nga që merrem me biznesin tim edhe kam shumë herë lidhe me familje që kanë ardhur rishtash në Amerikë dhe i duhet të udhtoj 10 orë deri në konsulatën amerikane për të marrë një ID ose letër njoftimi që i themi ne. Dhe kjo letër njoftimi është shumë e nevojshme për një shqiptar që do zëri i tij të ndihet në politikën shqiptare. Ta marrim nga krau tjetër. Kemi një brez të parë që ka mbi 20 e sa vjet që jeton në Amerikë. Dhe normalisht bësh qytetar amerikan dhe ato pasaporta ose ato letër njoftimi janë të skaduara. Dhe ne na duhen që edhe këto njerëz të kenë mundësinë, duke shkuar në konsullatën këtu, të marrin atë letër njoftim, të marrin atë pasaportë, atë dokument ose ato informacion që i duhet, që ato të kenë mundësi ta shprehin si ta mendojnë ato mënyrën e tyre se si vullnetin se si Shqipëria duhet të drejtohet politikisht. Shumë faleminderit. Ulo. Ky është edhe një nga qëllimet e organizatës tonë, pikërisht ndërgjegjësimi i komunitetit për të qenë pjesë e jetës jo vetëm profesionale të Amerikës, por të qenë pjesë edhe e politikës Amerikës. Ka potencial intelektual të mjaftueshëm nga brezi i ri i shqiptarëve, të cilët mund të përfaqësojnë shqiptarët në politikën amerikane, siç po e bëjnë 3 kandidatët ashti, por që kanë potencial të paimagjinueshëm intelektual dhe financiar për të arritur dhe për të qenë pjesë e tavolinës ku merren vendimet historike të vendit tonë dhe të Amerikës. Kjo është ajo përgjigje e pyetjes si unë bëra pak më parë, edhe për ju të tjerë mund të plotësoni, lidhur me se nuk do të thotë, se shiko, unë do të kuptoni në regjistrimi është procedurial atje. Edhe Federata Pan-Shqiptare Vatra nuk është politike, po nga mëngjes deri në darkë bën politik. Nuk të kapën ligji, nuk je kundër ligjit, ju nuk krijoni parti, nuk, por aman juve mund të lidhur me investimin e këtë që foli Zoti Olti, me investimin tek të rinj, te brezat e rinj. Pra një projekt juaj, i shoqatës tuaj që ne do të çojmë Isakun, do ta çojmë tani për të vajtur mbas 3 vjetësh të përgatitet ta suportojmë të vej për në Michigan në Senat. Më lërë të sharoj dhe këtë Zoti, sepse është me të vërtet një çështje që na prek gjithë ne. Teknikisht, dhe ne do t'i përmbajmë i ligjet të vendit, sharova deri në fund. Ne do përpiqemi që të jemi ajo ura që Olti po thoshte. Ura ndërmjet gjenerata, koncepti i urës është një ndërtesë që lidh. Se urë, mund të jeni motor. Të dyja bashkë, po ndjemi urën fillim. Një ndërtesë që lidh 2 brigje. Një breg në një anën e djathtë dhe bregun tjetër në anën e majtë. Dhe bën të mundur njerëzve, marrim urën Mackinac Bridge, që është emblematike në Amerikë, që e çon nga gadishulli i ulët, që quhet, në gadishullin e epërm, okay? Të lartin. Kështu që ne këtë gjë duhet bëjmë dhe ne duhem që këto potencialet e gjithë shqiptarëve kudo që janë, e shqiptarëve të vjetër që kanë ardhur këtu, e shqiptarëve të cilët në një farë mënyre janë të lidhur me komunitetet e tyre dhe këtu duhet patjetër shprehim respektin ton maksimal
për të gjithë 4 komunitetet fetare që ekzistojnë në komunitetin tonë Michigan. Ne i shohim ata si partner të jashtëzakonshëm dhe të domosdoshëm. Kemi lidhje dhe kemi respekt maksimal për gjithë liderët e tyre. Dhe duke bashkëpunuar edhe me ta, gjitha janë patriot, gjitha e duan Shqipërinë. Të krijojmë këtë urë, si kundër thash, këtë lloj energjie që edhe gjeneratën e re, e cila po edukohet këtu, dhe po shkojnë në universitetet më të mira. Unë personalisht kam studentë që kanë shkuar në universitetet e mira, Princeton, Harvard, Yale. Dhe ti bashkojmë edhe këta që në një farë mënyre, kjo gjeneratë e re që e do Dhadheun, e do Kombin, por që nuk është aq shumë e ekspozuar sa që kemi qenë ne, kur kemi qenë në Shqipëri, sepse ne në fund fare jemi lidhur në atë dhe. Në një farë mënyrë, mund ta shikosh në këtë mënyrë, ne jemi edhe vetë nga natyra, jemi pak a shumë individ që jemi rreth në 40 tona, nëse mund të themi, në një mënyrë se jemi ajo kategorie që një këmbë ka në Evropë dhe këmbën tjetër e ka në Amerikë, një këmbë ka në Shqipëri dhe këmbën tjetër e ka në Michigan, për momentin. Dhe ne duam që të dyja këto anë, të dyja këto koka, shqiponje si të themi, ti bashkojmë dhe që ti jetë vetëm një shqiponjë unike, e cila shikon edhe nga Dheu, por kryesisht duke filluar që këtu, sepse ne besojmë që diaspora është ajo që duhet të jetë promotori i ndryshimeve, i gjitha ndryshimeve, i ndryshimeve intelektuale, i ndryshimeve ekonomike. Dhe këto përjedhoj do sjellin edhe ndryshimin politik, por duke u fokusuar te këto fillimisht.